Ajo e rriti të birin e vetme, me duar të vrara nga puna dhe me shpresë në sy. Mendoi se, kur ta shite të arrinte majat, më në fund do të gjente paqe dhe mirënjohje. Por ardhja e një gruaje elegante ndryshoi gjithçka, duke vulosur një largim mizor. Ajo që dukej si kujdes u kthye në heshtje dhe heshtja u kthye në rrezik. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanal dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Tani, le të vazhdojmë. Zonja Elena e kishte ditur gjithmonë se çdo të thoshte të mbaje botën mbi supe. Jo në mënyrë dramatike, jo me ankesa apo keqardhje për veten, por me atë forcën e heshtur që e njohin vetëm gratë që i kanë rritur fëmijët të vetme. Në moshën 68 vjeçare, trupi i saj i holl ende ruante kujtimin e dekadave të tëra duke larë rroba në govat betoni, duke fërkuar dyshemet e shtëpive të tjerëve, duke gatuar për festat e njerëzve që mezi i njihte. Të gjitha këto në Fier, qytetin që nuk e la kur, ku lindi, ku pa burrin të largohej dhe ku rriti Ardianin, djalin e saj të vetëm. Burri i saj, Gëzimi, kishte qenë një burr i pashëm në rini. I gjatë, me një buzëqeshje që i vinte lehtë, punëtor. Por rakia ishte më e fortë se çdo premtim martese. Filloi ngadalë me disa bira në fundjavë, pastaj kaloi te rakia në drekë dhe përfundoi në orët e vona të natës kur kthehej duke u lëkundur, duke bërtitur, duke thyer atë pak gjë që kishin. Elena duroi sa mundi. Jo për dashuri, ajo kishte vdekur prej kohësh, por nga frika se nuk do të arrinte ta mbante djalin e vetme. Deri ditën kur Gëzimi u zhduk përgjithmonë. Mori ato pak rroba që kishte, la borxhe në lokalin e lagjes dhe një letër të shkurtër, të shkruar keq, ku thoshte se nuk ja dilte më mban me asgjë. Ardiani ishte 7 vjeç. Ishte në atë moment që Elena bëri një zgjedhje. Një zgjedhje që shumë gra e bëjnë pa e kuptuar se po tregohen heroina. Ajo vendosi që i biri nuk do të bëhej si ati. Që ai do të studionte, do të kishte një diplomë, do të kishte një shans. Që ai nuk do të binte në të njëjtin kurth të pijes, të inatit, të braktisjes. Dhe për këtë, ajo punoi. Punoi derisa i dhimbnin kockat, derisa duart i u bën kallo, derisa lodhja u bë pjesë e saj. Ardiani u rrit duke parë nënën të dilte në agim dhe të kthehej natën. U rrit duke ngrënë atë që ajo arrinte të sillte nga shtëpit ku punonte, duke veshur rroba që ajo i qepte me dorë. Por u rrit edhe me libra në raft, me fletore të reja çdo vit, me sigurinë se dikush besonte tek ai. Dhe kjo bëri gjithë ndryshimin. Kur Ardiani mbaroi shkollën, Elena qau. Jo nga trishtimi, por nga një krenari që as nuk e dinte se i zinte në gjoks. Djali ja kishte dalë. Ai u pranua në fakultetin e ekonomisë, fitoi një bursë, punoi ditën dhe studioi natën. Dhe kur u diplomua në moshën 24 vjeçare, përqafoi nënën dhe i tha se gjithçka që do të arrinte prej atij momenti e tutje do të ishte për të. Dhe ai arriti. Ardiani kishte talent për biznes. Filloi të punonte në një kooperativë bujqësore, kuptoi se si funksiononte sektori, krijoi kontakte, mësoi të negocionte. Brenda pak vitesh, hapi kompaninë e tij të inputeve bujqësore. Bleu toka. Krijoi partneritete. Në moshën 35 vjeçare, ishte një nga biznesmenët më të respektuar të zonës. Kishte prona, kontrata, një emër të pastër. Gjithçka që Elena kishte ëndërruar për të dhe më shumë. Ajo vazhdoi të jetonte në të njëjtën shtëpi të thjeshtë ku rriti të birin, por tani nuk kishte më nevojë të punonte. Ardiani këmbëngulte t'i jepte para, t'i paguante faturat, të përmirësonte shtëpinë. Elena pranonte me mirënjohje, por kur nuk la pas dore atë që ishte. Vazhdonte të zgjojë herët, të ujiste lulet, të bënte revani me miell misri në fundjavë, të shkonte në kishë çdo të diel. Dhe i biri e vizitonte. Jo çdo ditë, por e vizitonte. E merrte gjithmonë në telefon, e pyeste si ishte, e nxirrte për drek jashtë. Elena ndihej e plotësuar. Derisa Ardiani njohu Valbonën. Valbona Gashi ishte tipi i gruas që tërhiqte vëmendjen pa pasur nevojë të fliste me zë të larë. E gjatë, elegante, gjithmonë e veshur mirë, me atë sjelljen e dikujt që ka lindur duke ditur si të sillej në çdo ambient. Vinte nga një familje me emër nga Fieri, Gashët, pronar fermash që dikur kishin qenë të begata, por me kalimin e kohës kishin humbur fuqinë. Mbiemri ende kishte peshë, por parat nuk ishin më të njëjtat. Valbona kishte studiuar jashtë shtetit, fliste anglisht, kishte një master në menaxhim biznesi.
Dhe kur njohu Ardianin në një event biznesi, pa tek ai pikërisht atë që i duhej, një burr të suksesshëm në ngjitje me një të ardhme të garantuar. Për Ardianin, Valbona përfaqësonte gjithçka që ai kishte admiruar nga larg gjithë jetën. Ajo ishte bota që ai gjithmonë kishte dashur të arrinte, por që dukej shumë e largët për një djalë që ishte rritur me nënën që lante rroba për të tjerët. Ajo fliste për udhëtime, për vera, për investime ndërkombëtare. Ishte e sofistikuar, kishte klasë. Dhe për më tepër ishte e bukur, inteligjente dhe dukej vërtet e interesuar për të. Ardiani u dashurua shpejt. Ndoshta shumë shpejt. Lidhja zgjati një vit. Valbona ishte e dashura perfekte. Mbështeste bizneset e Ardianit, jepte sugjerime strategjike, merrte pjesë në darka me klient, dinte saktësisht çfarë të thoshte dhe kur të heshte. Ajo ishte një pjesë që përshtatej në mënyrë perfekte në mozaikun e jetës së tij. Ose të paktën kështu dukej. Kur Ardiani e çoi Valbonën të njihte Elenën, nëna buzëqeshi, i shërbeu kafe, i ofroi revani. Por brenda saj diçka ju shtrëngua. Nuk ishte xhelozi, nuk ishte zili. Ishte një intuitë e lashtë, nga ato që kanë nënat dhe që rrallë gabojnë. Valbona ishte e sjellshme, e lavdëroi shtëpinë, e falenderoi për kafen. Por kishte diçka në vështrimin e saj, një ftohtësi delikate, një distancim i llogaritur. Elena nuk arriti ta përcaktonte, por e ndjeu. Dhe u përpoq ta injoronte. Në fund të fundit, i biri ishte i lumtur. Martesa u bë 2 vjet më vonë. Një festë e madhe në një lokal luksos në Fier me më shumë se 300 të ftuar. Elena veshi një fustan bojqielli të hapur që Ardiani ja kishte bler dhe u ul në tryezën kryesore pranë të birit duke buzëqeshur për foto. Por brenda saj, ai shtrëngim në gjoks nuk i kaloi. Ajo shikonte Valbonën, aq të bukur me të bardha, aq perfekte, dhe nuk arrinte të hiqte qafe ndjesinë se diçka nuk shkonte. Në muajt e parë të martesës, gjithçka dukej normale. Ardiani dhe Valbona jetonin në një shtëpi të madhe, moderne, me pishinë dhe kopsht. Elena ftohej për drek çdo të diel dhe ajo shkonte, çonte ëmbëlsira shtëpie, ndihmonte në kuzhinë kur punonisja ishte me leje. Valbona ishte gjithmonë e përzemërt, gjithmonë e sjellshme. Por Elena e vinte re. Buzëqeshjet ishin të shkurtra, bisedat sipërfaqësore dhe kishte një nxitim të fshehtë që ajo të largohej. Ishte kur Valbona mbeti shtatzën që gjërat filluan të ndryshonin vërtet. Ardiani ishte i ngazëllyer. Do të bëhej baba. Edhe Elena u mbush me gëzim. Më në fund do të kishte një nip dik për t'i treguar histori, për t'i gatuar, për ta mbajtur në prerë. Por Valbona ndonse buzëqeshte në foto dhe merrte urime nga të gjithë, dukej e tensionuar. Dhe ishte në këtë periudhë që vizitat e Elenës filluan të rralloheshin. Fillimisht ishte një e diel që Valbona nuk ndihej mirë dhe preferoi të pushonte. Pastaj ishte një angazhim që kishte dalë në momentin e fundit. Më pas, Ardiani duhej të udhëtonte dhe Valbona mbeti vetëm, pa mundësi të priste mysafir. Justifikimet vinin gjithmonë të mbështjella me edukat dhe logjik. Elena nuk u keq trajtua kur drejt për drejt. Por ftesat pushuan sa ardhuri. Telefonatat e Ardianit u bën më të shkurtra. Dhe kur ajo telefononte, përgjigjej Valbona duke thënë gjithmonë se Ardiani ishte i zënë, se do ta merrte më vonë. Vetëm se më vonë rrallë ndodhte. Elena pranonte gjithçka me durimin e dikujt që beson se gjërat rregullohen me kohën. Në fund të fundit, Valbona ishte shtatzën, Ardiani ishte i përqendruar te bizneset, ishte e natyrshme që rutina të ndryshonte. Ajo nuk ankohej. Vetëm priste. Priste ditën kur do të lindte nipi dhe gjithçka do të kthehej në normalitet. Dhe nipi lindi. Një djalë i bukur që e quajtën Besian. Elena shkoi në spital një ditë pas lindjes, çoi lule, çoi një palë papuçe të thurura me grep që i kishte bërë me duart e saj. E mori nipin në krah dhe ndjeu zemrën t'i gufonte. Ai fëmijë ishte vazhdimësia e gjithçkaje. Ishte prova se lufta ja kishte vlejtur. Por kur ngriti syt dhe pa Valbonën në shtratin e spitalit, pa diçka që e ngriu. Një vështrim të ashpër, të ftohtë, të llogaritur. Një vështrim që thoshte, pa fjalë, se ai fëmijë nuk ishte i saj për ta dashur. Në muajt në vijim, Elena praktikisht u zhduk nga jeta e të birit. Ajo ende telefononte, por Ardiani rrallë përgjigjej. Ajo ende dërgonte mesazhe, por përgjigjet ishin të shkurtra, të përgjithshme.
Valbona kishte gjithmonë një justifikim gati. Fëmia ishte i sëmur. Po rregullonin shtëpinë. Kishin një udhëtim të planifikuar. Elena kuptonte ose përpiqej të kuptonte. Por brenda saj, shtrëngimi në gjoks po kthehej në një dhimbje të vazhdueshme. Ishte Drita ajo që e vuri re e para. Drita ishte punonisja që punonte në shtëpinë e Ardianit prej 3 vitesh. Një grua rreth të 40-tave, e matur, efikase, që pastronte, gatuante dhe kujdesej për gjërat pa bërë shurm. Kishte ardhur nga Dibra ende e re, duke kërkuar punë në qytetet e mëdha, dhe kishte gjetur në Fier një vend ku arrinte të dërgonte para për familjen dhe të jetonte me dinjitet. Elena kishte qenë gjithmonë e sjellshme me të. Kur shkonte në shtëpinë e të birit në fillim, bisedonte me Dritën në kuzhinë, e pyeste për familjen, për fëmijët që kishin mbetur në Dibër, i ofronte këshilla. Drita nuk e kishte harruar kur atë trajtim. Për të, zonja Elena ishte një grua e vërtet, nga ato që gjen pak në jetë. Dhe Drita shite gjithçka. Shite se si Valbona fliste keq për Elenën kur Ardiani nuk ishte aty, u komentonte shoqeve në telefon se Vjera ishte demode, pa klas, se e turpëronte para vizitave. Shite se si ajo i ndërpriste telefonatat e Vjerës, duke shpikur justifikime të sofistikuara, duke thënë se Ardiani ishte në mbledhje kur ai ishte aty, ulur në sallon, pa ditur asgjë. Shite se si, pak nga pak, matriarkja po fshihej nga jeta e të birit, sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Por Drita e dinte. E dinte që zonja Elena e kishte rritur atë burrë e vetme, që ishte sakrifikuar gjithë jetën që ai të arrinte aty ku ishte. Dhe shite se si Ardiani, i verbuar nga pasioni apo ambicia, nuk kuptonte asgjë. Ishte aq i zënë duke ndërtuar perandorinë e tij, duke mbyllur kontrata, duke udhëtuar për panajre, duke zgjeruar bizneset, sa nuk shite çfarë ndodhte brenda shtëpisë së tij. Një ditë, Drita po hekuroste rroba në lavanderi kur dëgjoi Valbonën në telefon. Zëri ishte i ulët, pothuajse një pëshpërim, por toni ishte i qartë, urgjent. Ajo po fliste me Dik që dukej se e njihte mirë, dhe thoshte se duhej të zgjidhte një problem. Se kishte Dik që dinte shumë, Dik që mund të priste gjithçka, Dik që duhej larguar përfundimisht. Drita ndaloi së hekurosuri. Hekuri mbeti pezull në ajër ndërsa ajo përpiqej të dëgjonte më mirë. Valbona vazhdoi. Tha se kishte një plan, se do të ishte i shpejt, se askush nuk do të dyshonte për asgjë. Se brenda pak javësh, problemi do të ishte zgjidhur. Drita ndjeu një të ftohtë ti përshkonte shtyllën kurrizore. Nuk ishte e sigurt se çfarë po dëgjonte, por e dinte se nuk ishte asgjë e mirë. Dhe kur pa Elenën javën tjetër, duke mbajtur një revani me miell misri në derën e kuzhinës, duke trokitur në derën e pasme sikur të ishte një e huaj, pa u ftuar të hynte, pa mundur as të përqafonte nipin, vendosi se duhej të ishte e vëmendshme. Shumë e vëmendshme. Elena, nga ana e saj, vazhdonte të përpiqej. Përpiqej të telefononte, të vizitonte, të bëhej pjesë e jetës së atij djali që e kishte parë të rritej, që ishte bërë burr, baba, biznesmen. Por ishte sikur një mur i padukshëm ishte ngritur mes tyre. Dhe më e keqja ishte se Ardiani nuk e shite. Ai ishte i bindur se nëna e kuptonte, se ajo e dinte që ai ishte i zënë, se kohët ishin të tjera. Valbona e kishte këtë talent. Talentin për t'i bërë gjërat të dukeshin të natyrshme, të justifikueshme, të pashmangshme. Në ato pak herë që Elena arrinte të fliste me të birin, ai ishte gjithmonë me nxitim. Thonte se do ta merrte më vonë, se do të linin një drekë ndonjë ditë, se do ta çonte Besianin ta vizitonte gjyshen në fundjavë. Por fundjava nuk vinte kurrë. Dhe Elena, me atë durimin e pafund që vetëm nënat e kanë, vazhdonte të priste. Vazhdonte të besonte se një ditë gjithçka do të kthehej në normalitet. Se dashuria që i kishte dhënë të birit do t'i kthehej në një farë mënyre. Se nipi do të rritej duke njohur gjyshen, duke dëgjuar historitë e saj, duke mësuar recetat që ajo kishte ruajtur gjithë jetën. Por ajo që Elena nuk e dinte ishte se Valbona kishte plane të tjera. Plane që shkonin shumë përtej një largimi të thjeshtë. Plane që përfshinin sekrete aq të thella, aq të rrezikshme, sa vetë ekzistenca e Elenës përfaqësonte një kërcënim. Sepse Elena, edhe pa e ditur, mbante brenda vetes një dyshim. Një intuit që kishte filluar ditën kur pa Valbonën për herë të parë dhe që vetëm rritej. Dhe Valbona e dinte këtë. E dinte se nënat shohin gjëra që fëmijët nuk i shohin. E dinte se, herët avon, Elena mund të zbulonte të vërtetën.
Dhe kjo nuk mund të ndodhte. Kështu, në qetësinë e asaj shtëpie të madhe në Fier, ndërsa Ardiani menaxhonte bizneset dhe Besiani i vogël mësonte të ecte, Valbona filloi të thurte fijet e një plani që do të ndryshonte gjithçka. Një plan që do të fillonte me një bisedë të butë, me një propozim që dukej se vinte nga zemra, por që fshinte diçka shumë më të errët. Dhe Elena, me gjithë mirësinë e saj, me gjithë besimin e saj në dashurinë pa kushte, nuk e kishte idenë se çfarë e priste. Po ju pëlqen kjo histori? Më tregoni mendimin tuaj për këtë histori dhe si mendoni se do të përfundoj. Propozimi erdhi në mënyrë të papritur, por i mbështjell me kujdes dhe shqetësim. Ishte një pasdite e enjte, 3 muaj pas lindjes së Besianit, kur Valbona i telefonoi Elenës për herë të parë pas disa javësh. Zëri ishte i ëmbël, pothuajse i dashur, dhe kjo e bëri menjëherë Elenën të dyshonte. Në fund të fundit, muaj të tërë ftohtësie nuk zhduken papritur pa arsye. Valbona tha se ishte e shqetësuar për shëndetin e vjehrës. Se kishte dëgjuar Ardianin të komentonte se Elena ishte e lodhur, me dhimbje shpine, ankoi për pagjumësi. Se mendonte se ishte e rëndësishme që ajo të pushonte pak, të dilte nga rutina, të merrte ajër të pastër. Dhe prandaj, ajo dhe Ardiani kishin menduar një ide. Kishin një pronë rurale, një shtëpi fshati afër Apolonis, rreth 40 minuta nga Fieri. Ishte një vend i qetë, me pemë, kopsht, një shtëpi e thjeshtë por komode. Valbona sugjeroi që Elena të kalonte ca kohë atje, të pushonte, të kujdesej për shëndetin, të qëndronte larg zhurmës së qytetit. Elena hezitoi. Jo sepse dyshonte plotësisht, por sepse diçka në atë zë tepër të ëmbël tingëllonte fallco. Por në të njëjtën kohë, ajo ishte e lodhur. E lodhur duke luftuar për të parë të birin, e lodhur duke u ndjerë e padukshme, e lodhur duke pritur për një ftesë që nuk vinte kurrë. Dhe ndoshta, mendoi ajo, kjo ishte një mundësi për t'u afruar sërish me familjen. Nëse bënte atë që Valbona po sugjeronte, ndoshta do të tregonte vullnet të mirë, ndoshta gjërat do të përmirësoheshin. Kështu, pasi mendoi për disa ditë, Elena pranoi. Ardiani u gëzua me vendimin. Ose të paktën kështu tha kur telefonoi për të konfirmuar. Ai tha se nëna e meritonte të pushonte, se shtëpia e fshatit ishte perfekte për këtë, se ai vetë do ta çonte në fundjavë. Valbona do të kujdesej për gjithçka, do të punsonte dik për t'i bërë shoqëri, do të siguronte që ajo të kishte gjithçka që i nevojitej. Elena dëgjoi gjithçka dhe pohoi me kokë, por brenda saj, ai shtrëngim në gjoks nuk i kaloi. Të shtunën pasardhëse, Ardiani u shfaq herët në mëngjes për të marrë Elenën. Ai ishte në humor të mirë, fliste për bizneset, për mënyrën se si po shkonin gjërat, për planet për t'u zgjeruar në rajone të tjera. Elena dëgjonte dhe buzëqeshte, e lumtur që ishte pranë të birit, edhe pse vetëm gjatë asaj rruge me makinë. Ajo e shikonte atë duke drejtuar makinën, aq i ndryshëm nga djali që kishte rritur, aq i rritur, aq serioz, dhe ndjente një krenari të përzier me një trishtim që nuk dinte ta shpjegonte. Kur arritën në shtëpinë e fshatit, Elena duhej ta pranonte se vendi ishte i bukur. Ndodhej në mes të askundit, i rrethuar nga kullota dhe disa pemë, me një shtëpi druri të lyer me të bardhë dhe një verandë të gjerë. Kishte pula të lëshuara në obor, një pemishte me fiq dhe sheg, dhe një heshtje që ishte pothuajse shurdhuese. Ardiani e ndihmoi nënën të çonte valixhet brenda. Shtëpia ishte e thjeshtë, por e rregull. Kishte një kuzhinë të vogël, një sallon me një divan të vjetër por të pastër, 2 dhoma gjumi dhe një banjo. Valbona kishte dërguar dik të mbushte frigoriferin dhe të linte gjithçka gati. Ardiani qëndroi për disa orë, e ndihmoi nënën të sistemohej, bisedoi pak, por shpejt tha se duhej të kthehej. Kishte angazhime të dielën, Besiani ishte me Dado dhe Valbona duhej të zgjidhte disa gjëra. E përqafoi Elenën, i tha se do të kthehej së shpejti për ta vizituar dhe u largua. Elena mbeti në verandë duke parë makinën e tij të zhdukej në rrugën e pasfaltuar dhe për herë të parë që kur kishte pranuar të vinte në atë shtëpi, ndjeu frikë. Ditët e para ishin të qeta. Elena zgjoi herët, siç kishte bërë gjithmonë, përgatiste kafe, kujdesej për pulat, u iste lulet. Kujdestari i shtëpisë, Xhaxhaferi, një burr rreth të 60-tave, kalonte her pas here për të parë nëse i duhej diçka, por nuk qëndronte shumë. Ai jetonte në një shtëpi më të largët, afër stallës, dhe kishte jetën e tij. Elena përpiqej t'i telefononte Ardianit, por valët e celularit në fshat ishin shumë të dobëta. Ndonjëherë arrinte të fliste për disa minuta, por lidhja ndërpritej në mes.
Ardiani thoshte se gjithçka ishte në rregull, se do ta vizitonte së shpejti, se ajo duhej të shfrytëzonte kohën për të pushuar. Por me kalimin e ditëve, Elena filloi të kuptonte se diçka nuk shkonte. Telefonatat e Ardianit u bën më të rralla. Kur arrinte të fliste me të, biseda ishte e shkurtër, e nxituar. Ai gjithmonë kishte diçka urgjente për të zgjidhur, gjithmonë premtonte se do ta merrte përsëri, por nuk e merrte. Dhe Valbona thjesht u zhduk. Nuk përgjigjej më, nuk kthente mesazhe, ishte sikur të ishte avulluar. Ishte në javën e dytë që Elena filloi të ndjente simptoma. Një marramendje e çuditshme që vinte nga hiçi dhe e linte të çorientuar. Një dobësi në këmbë që e bënte të mbahej pas mobiljeve për të mos rënë. Një përgjumje e rëndë që e tërhiqte drejt shtratit në mes të ditës, edhe pa bërë asnjë sforcim. Ajo u përpoq ta injoronte në fillim, mendoi se ishte lodhje, mosha, trupi që po i kërkonte llogari për vitet e punës. Por simptomat u përkeqësuan. Xhaferi filloi të shfaqej më rrallë. Kur Elena e pyeste për të, përgjigjja ishte gjithmonë e njëjtë, ishte i zënë me kafshët, me kullotën, me riparimin e ndonjë gardi. Por Elena e shihte se ai shmangte ta shikonte në sy, se duke i parehatshëm, se largohej shpejt sa herë që ajo përpiqej të bisedonte. Dhe atëherë e kuptoi. Ai dinte diçka. Ushqimi që arrinte në shtëpi vinte në kuti të lëna në verandë, gjithmonë kur Elena ishte duke fjetur ose në fund të oborrit. Nuk kishte më biseda me Ardianin për atë që i duhej, nuk kishte më atë kujdesin fillestar. Ishte sikur ta kishin harruar. Sikur ta kishin vendosur atje dhe e kishin braktisur. Dhe më e keqja ishte ndjesia se kjo nuk ishte aksidentale. Ishte e qëllimshme. Elena u përpoq të largohej nga shtëpia një herë. Mendoi të ecte deri në rrugën kryesore, të kërkonte një makinë, të kthehej në Fier. Por kur arriti afër portës, kuptoi se ishte e mbyllur me çelës. Çelësi nuk ishte aty ku duhej dhe Xhaferi nuk u shfaq për ta hapur. Ajo u kthye brenda në shtëpi, zemra i rrite pa pushim, frymëmarrja e shkurtër. Ishte e burgosur. Dhe askush nuk e dinte. Ishte në atë moment që Elena kuptoi. Valbona nuk e kishte dërguar në fshat nga mirësia. Nuk ishte për të pushuar, nuk ishte për të kujdesur për shëndetin. Ishte për ta larguar. Për ta izoluar. Për ta fshirë. Dhe Ardiani, i biri, djali që e kishte rritur me aq sakrifica, nuk e kishte idenë se çfarë po ndodhte. Ose më keq, e kishte idenë dhe kishte zgjedhur të mbyllte sy. Netët filluan të bëheshin shumë të gjata. Elena rinte zgjuar, duke dëgjuar zhurmat e pyllit, erën që përplasej në dritare, gjinkallat që këndonin pa pushim. Mendonte për nipin që mezi e njite, për djalin që ishte larguar, për jetën që kishte ndërtuar dhe që dukej se po shkërmoqej. Qante në heshtje, pa bërë zhurmë, sepse nuk donte që askush ta dinte se kishte frikë. Por kishte shumë frikë. Ishte në një nga ato net që Elena vendosi të shkruante një letër. Përdori një fletore të vjetër që kishte gjetur në një sirtar të kuzhinës dhe filloi të shkruante. I shkroi Ardianit, i tregoi gjithçka që po ndjente, gjithçka që po ndodhte. I kërkoi të vinte ta merrte, të bisedonte me të dëgjonte atë që kishte për të thënë. I tha se i mungonte nipi, i mungonte shtëpia. Dhe se nëse diçka i ndodhte, ai duhej ta dinte se ajo kishte luftuar, se kishte provuar, por në fund nuk kishte arritur të konkuronte me Valbonën. E ruajti letrën brenda Biblës që kishte marrë me vete në valixhe, në mes të Psalmit 23, atij që fliste për ecjen nëpër luginën e hijes së vdekjes. Dhe u lut. U lut siç nuk ishte lutur prej vitesh, duke kërkuar mbrojtje, duke kërkuar forcë, duke kërkuar që dikush ta gjente para se të ishte tepër vonë. Ndërkohë, në Fier, drita filloi të dyshonte. Kishin kaluar javë që nuk e shihte zonjën Elena, dhe sa herë që e pyeste Valbonën, përgjigjja ishte e paqartë. Ajo është në fshat, po pushon, është mirë. Por diçka në tonin e Valbonës nuk e bindi. Dhe kur drita pa, rastësisht, një shishe ilaçi në banjën e çiftit, një ilaç i fortë, nga ai lloj që e lë njeriun të përgjumur dhe të hutuar, ajo e dinte se duhej të vepronte. Drita nuk ishte e sigurt se çfarë po ndodhte, por ishte e sigurt se nuk ishte asgjë e mirë. Kështu, një pasdite kur Valbona kishte dalë dhe Ardiani ishte në udhëtim pune, ajo mori adresën e shtëpisë së fshatit që ishte shënuar në një letër në frigorifer dhe vendosi të shkonte atje. E vetme, pa lajmëruar askënd, sepse po t'i tregonte dikujt, askush nuk do ta besonte.
Në fund të fundit, kush do të dyshonte të Valbona? Kush do të imagjinonte se një grua aq e sjellshme, aq e rafinuar, aq perfekte, do të ishte e aftë për diçka kaq mizore? Drita mori autobusin deri në fshatin afër Apolonis, zbriti në stacion dhe eci derisa gjeti një makinë me një shofer kamioni që kalonte nëpër zonë. I shpjegoi se do të vizitonte një shoqe në një shtëpi fshati dhe burri, me zemër të mirë, e çoi afër. Ajo eci pjesën tjetër të rrugës në këmbë, duke ndjekur udhëzimet që kishte shënuar, derisa gjeti portën e drurit të lyer me të bardhë. Ishte e mbyllur, por drita e kaloi gardhin, diçka që nuk e kishte bërë që fëmijë, dhe vazhdoi nëpër rrugën e pasfaltuar derisa pa shtëpinë. Kur u afrua, dëgjoi një zhurmë që vinte nga brenda. Ishte një eqare e ulët, e mbytur, sikur dikush po përpiqej ta fshite. Drita vrapoi te dera kryesore, trokiti, thirri. Zonja Elena? Zonja Elena, unë jam, Drita. Jam këtu. Nga ana tjetër, Elena dëgjoi zërin. Në fillim mendoi se po delironte, se vetmia dhe ilaçet po e bënin të dëgjonte gjëra. Por zëri vazhdoi, këmbëngulës, i vërtetë. Ajo u zvari deri te dera, këmbët i dridheshin, koka i rëndonte dhe arriti ta hapte. Kur pa Dritën aty, në këmbë në verandë, sytë e zgurdulluar nga shqetësimi, Elena u shem. I ra në krah dhe qau. Qau siç nuk kishte qarë që kur burri i saj ishte larguar, që kur kishte mbetur vetëm me një djalë të vogël dhe asnjë perspektivë. Qau sepse më në fund, pas kaq shumë kohe, dikush kishte ardhur. Drita e mbajti fort zonjën Elena, ndjeu trupin e saj tepër të hollë, lëkurën e ftohtë, erën e dikujt që nuk është mirë. Dhe në atë moment, ajo e kuptoi. Kuptoi se Valbona kishte bërë diçka të tmerrshme. Kuptoi se zonja Elena po drogohej, po izolohej, po harrohej me qëllim. Drita e ndihmoi zonjën Elena të ngrihej, i kaloi krahun e saj mbi supet e veta dhe e mbështeti deri në divanin e sallonit. I solli ujë, lagu një leckë dhe ia kaloi në fytyrë. Elena pinte ujin pak nga pak, duke u kollitur, duart i dridheshin. Ajo ishte shumë e dobët, shumë e hutuar, por pak nga pak filloi të fliste. Tregoi për ilaçet që shfaqeshin të përziera në ushqim, për kujdestarin që zhdukej sa herë që ajo kishte nevojë për ndihmë, për portën e mbyllur. Tregoi për frikën që kishte ndjer, për netët kur mendonte se do të vdiste atje, e vetme, pa e ditur askush. Drita dëgjonte gjithçka me zemër të shtrënguar. Ajo gjithmonë e kishte ditur se Valbona ishte e ftohtë, manipuluese, por kur nuk e kishte imagjinuar se ishte e aftë për diçka të tillë. Të linte një grua të moshuar të shuej në mes të askundit, e droguar, e izoluar. Dhe më e keqja ishte të dinte se Ardiani nuk kishte iden për asgjë. Drita e dinte se kur ai të zbulonte të vërtetën, toka do t'i shembej nën këmbë. Por ishte e nevojshme. Ishte e nevojshme që ai ta dinte para se të ishte tepër vonë. Me atë pak forcë që zonja Elena kishte ende, Drita e ndihmoi të mblidhte disa gjëra. Mori ilaçet që ishin në dollapin e kuzhinës, i futi në një qese. Mori letrën që ishte në Bibël, e palosur me kujdes mes faqeve të zverdhura. Dhe pastaj, ngadalë, hap pas hapi, të dyja u larguan prej andej. E kaluan gardhin me vështirësi. Dritës ju desh praktikisht ta mbante zonjën Elena, e cila mezi qëndronte në këmbë. Ecën deri në rrugë dhe aty qëndruan duke pritur. Kaloi një traktor, por burri nuk ndaloi. Kaloi një motor, por ishte plot me thas ushqimi për kafshë. Dhe kur Drita po fillonte të mendonte se do t'u duhej të ecnin kilometra të tëra, u shfaq një kaminetinë e vjetër, e drejtuar nga një zotëri me kapele kashte. Drita i bëri shenjë me dëshpërim dhe burri ndaloi. I shpjegoi se shoqja e saj ishte ndjer keq, se duhej të ktheheshin në qytet. Burri e shikoi zonjën Elena, pa gjendjen e saj, dhe nuk bëri pyetje. U tha të dyjave të hipnin në karroceri. Ishte kështu, në pjesën e pasme të kaminetinës, duke mbajtur zonjën Elena në preher, që Drita bëri rrugën e kthimit për në fier. Era i përplasej në fytyrë, rruga ishte plot gropa, dhe zonja Elena dridhej nga të ftohtit dhe nga dobësia. Por ishte gjallë. Ishte jashtë atij vendi. Kur arritën në stacionin e autobusëve të fierit, tashmë ishte natë. Drita e falenderoi burrin e kaminetinës. E ulur në një stol të stacionit, me zonjën Elena të shtrirë pranë saj, Drita mori celularin dhe bëri të vetmen gjë që mund të bënte. I telefonoi Ardianin. Ai u përgjigj në zilen e tretë. Zëri ishte i lodhur.
Drita mori frym thellë dhe tha: Zoti Ardian duhet të flas me ju. Është urgjente. Bëhet fjalë për nënën tuaj. Ardiani heshti për një sekond, pastaj pyeti se çfarë kishte ndodhur. Dhe Drita, me zë të vendosur por që i dridhej nga emocionet, i tha gjithçka. I tha se kishte shkuar në fshat, se e kishte gjetur zonjën Elena vetëm, të droguar, të mbyllur, të braktisur. I tha se ajo ishte keq, shumë keq. Ardiani mbeti pa fjalë. Nga ana tjetër e linjës dëgjoi vetëm frymëmarrja e tij, e shpejtë, e çrregull. Pas një kohe që u duk si një përjetësi, Ardiani foli. Ku jeni? Drita i tha se ishin në stacionin e autobusëve. Ai tha se po vinte menjëherë, të mos lëviznin nga aty. Dhe e mbylli. Drita e futi celularin në xhep, shikoi zonjën Elena që flinte e shqetësuar në stolin e fortë, dhe u lut që kur të arrinte Ardiani, ai të ishte i përgatitur për të dëgjuar të vërtetën. Sepse e vërteta që ajo kishte për të treguar do t'ia ndryshonte jetën përgjithmonë. Ardiani i jepte makinës nëpër qytet sikur të ishte në trans, duart I shtrëngonin timonin me aq forcë sa kyçet e gishtave I ishin zbardhur. Koka I rrotulloi me 1000 mendime në të njëjtën kohë, duke u përpjekur të kuptonte atë që Drita sapo I kishte thënë. Nëna e droguar? E mbyllur? E braktisur? Nuk kishte kuptim. Valbona kishte qenë aq e kujdesshme, aq e vëmendshme, kishte këmbëngulur që nëna të pushonte në fshat. Si mund të ishte e vërtet ajo që po thoshte Drita? Por thellë, në një pjesë të tij që ishte varrosur nga ambicia dhe dëshira për t'i përkitur një bote më të mirë, Ardiani e dinte. E dinte se e kishte lënë pas dore nënën. E dinte se kishte pushuar së telefonuari, së vizituari, së pyeturi se si ishte. E dinte se I kishte pranuar justifikimet e Valbonës pa I vënë në dyshim, sepse ishte më e lehtë kështu. Sepse të vije në dyshim do të thoshte të pranoje se kishte zgjedhur gruan në vend të nënës, statusin në vend të dashurisë, pamjen në vend të së vërtetës. Kur arriti në stacionin e autobusëve, I pa të dyja të ulura në një stol. Drita e mbante nënën, e cila dukej si një kukull lecke, trupi tepër I hollë, koka e rënë anash. Ardiani zbriti nga makina dhe vrapoi. Dhe kur u afrua dhe pa gjendjen e nënës, fytyrën e zbeth, sytë e futur thellë, duart që I dridheshin, diçka brenda tij u thye. Ai u gjunjëzua para saj, I mori duart e saj në të tijat dhe qau. Qau siç nuk kishte qarë që fëmijë, që nga koha kur shihte nënën të kthehej e raskapitur nga puna dhe prapse prap të përgatiste darkën, ta ndihmonte me detyrat e shtëpisë, t'i tregonte histori para gjumin. Nën, tha ai, me zërin e mbytur. Nën, më fal. Elena hapi syt nga dal, shikoi të birin dhe u përpoq të buzëqeshte. Por buzëqeshja I doli e shtrembër, e dobët. Nuk kishte forcë as për kaq. Ardiani e mori në krah, me kujdes, sikur të ishte fëmijë, dhe e çoi te makina. Drita erdhi pas, duke mbajtur qesen me ilaçet dhe letrën. Kur hyn në makinë, Ardiani e shikoi Dritën nga pasqyra dhe e pyeti. Çfarë ndodhi? Më trego gjithçka. Dhe Drita I tregoi. I tregoi për dyshimin që kishte prej muajsh, për telefonatën që kishte dëgjuar, për vendimin për të shkuar në fshat. I tregoi për gjendjen në të cilën e kishte gjetur zonjën Elena, vetëm, të droguar, pa mundur të dilte. I tregoi për portën e mbyllur, për kujdestarin që zhdukej, për ilaçet e përziera në ushqim. Ardiani dëgjonte gjithçka në heshtje, nofulla e shtrënguar, syt të ngulitur në rrugë. Dhe me çdo fjalë që thoshte Drita, bota e tij shembej pak më shumë. Kur arritën në spital, Ardiani e mbajti nënën në krah deri në urgjencë. Mjekët e morën menjëherë, I bën analiza, I morën gjak, I vun serum. Dhe kur erdhi rezultati I analizave, konfirmoi atë që Drita tashmë e dinte. Elena ishte droguar sistematikisht me qetësues të fortë, nga ata që e lën njeriun të hutuar, të përgjumur, të paftë për të reaguar. Përveç kësaj, ishte e dehidratuar, e kequshyer, me shenja të neglizhencës së rëndë. Mjeku e shikoi Ardianin dhe e pyeti nëse e dinte se si kishte ndodhur kjo. Ardiani nuk arriti të përgjigjej. Vetëm tundi kokën, syt plot me lodh. Ndërsa nëna qëndronte e shtruar, Ardiani doli në korridor. Drita e ndoqi, ende duke mbajtur qesen me ilaçe. Ajo ja dha qesen atij, bashkë me letrën që zonja Elena kishte shkruar. Lexoje, I tha. Ju duhet ta dini gjithçka. Ardiani e mori letrën me duar që I dridheshin, e hapi dhe filloi të lexonte.
dhe me çdo rresht, me çdo fjalë, zemra i coptohej pak më shumë. Letra fliste për frikën, për vetmin, për ndjesinë se po fshihej. Fliste për dashurinë që Elena kishte pasur gjithmonë për të birin, për krenarinë që ndjente për të, por edhe për dhimbjen e të qenit e harruar, e trajtuar si një barr, si diçka që duhej hequr. Fliste për shpresën se Ardiani do të bëhej sërish djali që ajo kishte rritur, ai që e përqafonte para gjumit dhe i thoshte se kur të rritej do të kujdesej për të. Dhe përfundonte me një kërkesë të thjeshtë, të dëshpëruar. Nëse diçka ndodh me mua, mos lejo të shkoj dëm. Lufto për të vërtetën. Ardiani e palosi letrën ngadalë, e futi në xhep dhe shikoi dritën. Ku është ajo? Ku është Valbona? Drita i tha se kishte dalë në mëngjes, se do të takonte disa shoqe, se do të kthehej vetëm natën. Ardiani shikoi orën. Ishte 9 e mbrëmjes. Duhet të ishte në shtëpi. Ai mori frym thellë, shikoi nënën përmes dritares së dhomës, ende duke fjetur, e lidhur me aparate, dhe mori një vendim. Do të shkonte në shtëpi. Do të përballej me Valbonën. Dhe do të zbulonte të vërtetën, me çdo kusht. Kur Ardiani hyri në shtëpi, gjithçka ishte e qetë. Dritat e sallonit ishin ndezur, televizori i ndezur pa zë, por askush nuk dukej. Ai ngjiti shkallët ngadalë, zemra i rritej shpejt, inati i rritej me çdo hav. E gjeti Valbonën në dhomë, ulur para pasqyrës, duke lyer fytyrën me krem, sikur të ishte një natë e zakonshme. Kur ajo pa pasqyrimin e tij në pasqyrë, u kthye dhe buzëqeshi. I dashur, u ktheve. Mendova se do të flije në hotel për shkak të udhëtimit. Ardiani nuk u përgjigj. Qëndroi në derë, duke e parë, duke u përpjekur të kuptonte se si kishte qenë kaq i verbër. Si ishte martuar me atë grua, si I kishte besuar çdo fjale, çdo buzëqeshje, çdo gjesti të llogaritur. Valbona e kuptoi se diçka nuk shkonte. Buzëqeshja I u zhduk. Çfarë ka? Çfarë ka ndodhur? Ardiani bëri 2 hapa brenda dhomës. Zëri I doli I ulët, I kontrolluar, por I ngarkuar me një inat që nuk e kishte ndier kurrë. Shkova të marr nënën time. Valbona u zbe. Ajo është në spital. E droguar. E dehidratuar. Gati e vdekur. A di gjë për këtë? Valbona u ngrit ngadalë, duart I dridheshin. Ardian nuk e di se për çfarë po flet. Ajo ishte në fshat duke pushuar siç e kishim lënë. Ardiani bëri një hap tjetër. Mos më gënje. Drita më tregoi gjithçka. Ajo shkoi atje. Ajo e pa gjendjen e nënës sime. Ajo mori ilaçet që ti po ja dërgoje. Unë e lexova letrën që nëna ime shkroi para se të mendonte se do të vdiste. Kështu që mos më thuaj se nuk di asgjë. Valbona heshti. Fytyra e saj ndryshoi. Maska e gruas perfekt e ra, dhe ajo që mbeti ishte diçka e ftohtë, e llogaritur, e dëshpëruar. Ajo ul në cep të shtratit, kaloi duart nëpër fytyrë, dhe kur e shikoi sërish Ardianin, kishte lot në sy. Por nuk ishin lot pendimi. Ishin lotët e dikujt që ishte zbuluar dhe nuk dinte si të dilte nga ajo situatë. Ti nuk e kupton, tha ajo, me zë të dridhur. Më duhej ta bëja. Ajo do të prishte gjithçka. Ardiani qeshi, një e qeshur e hidhur, pa humor. Të prishte çfarë? Çfarë mund të prishte nëna ime? Valbona u ngrit, bëri 2 hapa drejt tij, por Ardiani u tërhoq. Mos mu afro. Përgjigju. Çfarë do të prishte? Valbona ndaloi, supet e rëna, frymëmarrja e rëndë. Dhe pastaj, ajo foli. Ajo e dinte. E dinte që Besiani nuk është djali yt. Ardiani mbeti në vend, sikur të kishte marrë një grusht në stomak. Bota I u rrotullua për një sekond dhe ju desh të mbështetej në mur për të mos rënë. Çfarë? Valbona fshiu lotët me kurrizin e dorës. Ajo e dinte. Që në fillim. Ajo e shikonte Besianin dhe e shite. Shite se ai nuk kishte asgjë nga ty dhe unë e dija se ajo do të tregonte. Se do të shkatëronte martesën ton, familjen ton, gjithçka që kishim ndërtuar. Ardiani nuk merrte dot frym. Fjalët e Valbonës I bënin një hon në kokë, por ai nuk arrinte t'i përpunonte. Djali I tij nuk ishte I tij. Djali që e kishte përqafuar kur lindi, që e kishte përkundur për të fjetur, që kishte ëndërruar ta mësonte të ngjiste biçikletën, nuk ishte I tij.
Ai e shikoi Valbonën dhe zëri i doli si një pëshpërim e ngjirur. I kujt është? Valbona mbylli syt dhe kur i hapi, e vërteta doli. I Artanit. Ardianit ju pren këmbët. Artanit. Mikut të tij më të mirë. Djalit që e njihte që nga fakulteti, që kishte qenë kumbar i martesës, që vinte për darkë në shtëpi çdo muaj. Ai Artani? Valbona pohoi me kokë, uli kokën. Ishte vetëm një herë. Ti ishe në udhëtim, unë isha vetëm, dhe ndodhi. Nuk e planifikova. Por kur zbulova se isha shtatzën, e dija se fëmia nuk ishte yti. Dhe më duhej të zgjidhja. Të tregoja të vërtetën dhe të humbisja gjithçka, ose të heshtja dhe të ndërtoja një jetë. Ardiani bëri një hap prapa, pastaj një tjetër, derisa u mbështet në murdhoma rrotulloi, dyshemeja dukej se po hapej nën këmbët e tij. Gjithçka që kishte besuar, gjithçka që kishte ndërtuar, ishte një gënjeshtër. Gruaja ishte një gënjeshtër. Djali ishte një gënjeshtër. E gjithë jeta ishte një gënjeshtër. Dhe nëna, i vetmi person që kishte qenë gjithmonë pranë tij, e vetmja që nuk kishte gënjur kurrë, ishte larguar, droguar, gati e vdekur, sepse e dinte të vërtetën. Ai e shikoi Valbonën dhe nuk ndjeu më inat. Ndjeu neveri. Dil nga shtëpia ime. Valbona ngriti kokën, sytë e zgurdulluar. Ardian, ne mund të flasim, mund ta zgjidhim këtë. Ardian i bërtiti. Dil nga shtëpia ime. Tani. Valbona bëri një hap prapa, e frikësuar. Ardiani mori celularin, i telefonoi avokatit të tij, edhe pse ishte natë vonë, dhe i tha se i duhej një divorc. Urgjent. Pastaj e mbylli, e shikoi sërish Valbonën dhe i tha: Ke kohë deri nesër në mëngjes të marrësh gjërat e tua dhe të largohesh. Dhe mos ju afro Besianit. Mos ju afro nënës sime. Mos mu afro mua. Mbaroi. Valbona u përpoq të fliste, të shpjegoj, por Ardiani tashmë kishte dalë nga dhoma. Zbriti shkallët, mori çelsat e makinës dhe u kthye në spital. Duhej të ishte pranë nënës. Duhej t'i kërkonte falje, t'i thoshte se kishte gabuar, se kishte qenë i verbër, se kishte zgjedhur gjërat e gabuara. Kur arriti në spital, tashmë kishte kaluar mesnata. Korridoret ishin të heshtura. Ardiani hyri në dhomën e nënës dhe gjeti Dritën ende aty, ulur pranë shtratit, duke i mbajtur dorën zonjës Elena. Drita, që ishte punonjëse, ishte aty në mes të natës, duke u kujdesur për nënën e tij sikur të ishte familje. Drita e shikoi Ardianin dhe pa në fytyrën e tij se diçka kishte ndodhur. Nuk pyeti. Vetëm u ngrit, tha se do të merrte një kafe dhe i la të dy vetëm. Ardiani ju afrua shtratit ngadalë, shikoi nënën duke fjetur, i mori dorën dhe filloi të fliste me zë të ulët. Nën, unë e prisha gjithçka. Ti gjithmonë e ke ditur, apo jo? Ti gjithmonë e ke parë se kishte diçka që nuk shkonte me Valbonën, por unë nuk desha të dëgjoja. Isha aq i zënë duke u përpjekur të bëhesha dikush sa harrova se nga vija. Të harrova ty zëri i tij u ndërpre. Dhe gati të humba për shkak të kësaj. Elena lëvizi në shtrat. Ai ja shtrëngoi dorën dhe vazhdoi. E zbulova të vërtetën. Për Besianin. Për tradhtin. Dhe e kuptoj tani pse duhej të largoheshe. Sepse ti e dije. Por mbaroi, nën. U ndava me të. Ai qëndroi aty duke i mbajtur dorën nënës derisa dielli filloi të zbardhte nga dritarja. Drita u kthye në një moment, solli kafe, por Ardiani mezi e preku. Kur Elena më në fund u zgjua, tashmë ishte me stil. Ajo hapi syt ngadalë, e hutuar. Pa aparatet, serumin, muret e bardha. Dhe pastaj pa të birin, ulur pranë shtratit, syt e kuq, fytyra e lodhur. Ardiani u përkul përpara. Nën, je në spital. Je e sigurt tani. Drita të solli përsëri. Elena e shikoi për një kohë të gjatë. Pastaj, me shumë mundim, ja shtrëngoi dorën. Ti erdhe, tha ajo, me zë të dobët. Ardiani pohoi me kokë, lotët i rridhnin. Unë erdha. Nën. Dhe nuk do të largohem më. Të premtoj. Elena mbylli syt përsëri, por këtë herë kishte një skicë buzëqeshjeje në fytyrë. Në ditët në vijim, ndërsa Elena po merrte veten, Ardiani riorganizoi jetën. Valbona u largua nga shtëpia duke marrë vetëm rrobat.
U përpoq të telefononte, por Ardiani e bllokoi. Divorci ishte në proces dhe ai donte kujdestarin e plot të Besianit. Valbona mund ta vizitonte, por nën mbikëqyrje. Çështja e Besianit ishte e vështirë. Ardiani e dinte se djali nuk ishte fëmia i tij biologjik, por ishte fëmia që ai e kishte përkundur, e kishte parë të hidhte hapat e parë, e kishte mësuar të thoshte babi. Ai bisedoi me nënën për këtë, një pasdite kur ajo ishte tashmë më mirë. Nën, e pyeti, çfarë të bëj me Besianin? Ai nuk është djali im i gjakut, por unë e kam rritur. Elena e shikoi me mençuri. Bir, gjaku nuk të bën familje. Dashuria të bën. Nëse ti e do atë djalë, nëse ti ke zgjedhur të jesh baba i tij, atëherë ti je baba i tij. Pjesa tjetër nuk ka rëndësi. Ardiani ndjeu një peshë të hiqej nga supet. Ajo kishte të drejtë. Ai do të vazhdonte të ishte baba i Besianit, do ta mbronte djalin, do të siguronte që ai të rritej duke ditur se çfarë ishte dashuria e vërtetë. Kur Elena doli nga spitali, 2 javë më vonë, Ardiani e çoi në shtëpi. Jo në shtëpinë e saj, por në shtëpinë e madhe ku ai jetonte. Rregulloi një dhomë në katin e parë, vendosi gjithçka ashtu siç i pëlqente asaj. Dhe Drita, e cila kishte humbur punën kur Valbona u largua, u punësua përsëri. Por këtë herë, jo si punonjëse. Si mike e besuar, si pjesë e familjes. Jeta filloi të merrte një formë të re. Elena filloi sërish të gatuante, të kujdesej për nipin, të ecte zbathur nëpër obor. Ardiani filloi të punonte më pak, të ishte më i pranishëm, të dëgjonte para se të vendoste. Dhe Besiani rritej i rrethuar nga dashuria e vërtetë. Por plaga ishte ende e hapur. Ardiani e dinte se para se të vazhdonte plotësisht përpara, duhej të përballej me një person të fundit. Artanin, burrin që e kishte quajtur mik. Kështu, një pasdite të shtunë, Ardiani la një takim në një kafene në qendër të Fierit. Kur të dy u ulën përballë njëri tjetrit, Ardiani e shikoi në sy dhe pa atë që kishte qenë gjithmonë aty. Falsitetin. Kafeneja ishte plot për një pasdite të shtunë. Ardiani dhe Artani u ulën në një tavolinë në fund, larg lëvizjes. Artani po buzëqeshte, i qetë, pa e imagjinuar se çfarë e priste. Ai porositi një cappuccino, komentoi për motin, pyeti se si ishte Besiani. Ardiani nuk ju përgjigj asnjërs prej pyetjeve. Vetëm e shikoi në heshtje, derisa buzëqeshja e Artanit filloi të zhdukej. Çfarë ka, o burr? Je i çuditshëm. Ardiani mori frym thellë. Unë e di gjithçka, Artan. E di që Besiani është djali yt. E di që ti dhe Valbona më keni tradhtuar. Fytyra e Artanit u zbe. Ai hapi gojen për të folur, por asgjë nuk doli. Ardiani vazhdoi, zëri i tij i vendosur por i ngarkuar me hidhërim. Dhe e di cila është më e keqja? Nuk është as tradhtia. Është se ti vazhdove të vije në shtëpinë time, të darkoje me mua, të luaje top me Besianin, duke u shtirur si miku im, duke e ditur se djali që unë mendoja se ishte i imi, ishte i yti. Kjo është e ulët, Artan. Shumë e ulët. Artani u përpoq të shpjegoj. Ardian, unë mund të shpjegohem. Ishte një gabim, ishte vetëm një herë, unë kur nuk desha që kjo të ndodhte. Ardiani ngriti dorën duke e ndërprerë. Nuk dua shpjegim. Nuk dua justifikim. Nuk dua të dëgjoj se ishte vetëm një herë, sepse ti kishe vite për të më treguar të vërtetën. Vite në të cilat më pe të rrisja djalin tënd, më pe ta doja atë, më pe të ëndërroja për të ardhmen e tij. Dhe ti heshte. Ti zgjodhe të heshtje. Kështu që mos eja tani të thuash se ishte një gabim. Gabimi është diçka që e rregullon. Ti thjesht e fshehe. Heshtja mes tyre ishte e rëndë, e dendur. Artani e kishte kokën ulur, duart i dridheshin duke mbajtur filxhanin e kafes që as nuk e kishte pirë. Ardiani vazhdoi. Dua vetëm që të zhdukesh nga jeta ime. Ti nuk je më miku im. Ti nuk je më asgjë për mua. Dhe nëse përpiqesh t'i afrohesh Besianit, nëse përpiqesh të kërkosh diçka, unë do të bëj gjithçka që duhet për të mbajtur larg. Sepse ai mund të ketë gjakun tënd, por ai është djali im. Unë e kam rritur. Unë jam zgjuar natën kur ai qante. Unë e kam mësuar të ecë. Unë do të jem aty kur ai të ketë nevojë. Ti je vetëm një i huaj që bëri një gabim.
Artani ngriti syt dhe për herë të parë Ardiani pa diçka të ngjashme me pendesën aty. Ardian, më vjen shumë keq. Vërtet. Unë e prisha gjithçka. E prisha miqësinë tonë, e prisha martesën tënde, e prisha gjithçka. Dhe do të më duhet të jetoj me këtë për pjesën tjetër të jetës. Por duhet ta dish se unë kur nuk desha të lëndoja. Ardiani tundi kokën, një buzëqeshje e hidhur në buzë. Nuk ka rëndësi se çfarë deshe, Artan. Ka rëndësi se çfarë bëre. Dhe ajo që bëre është e pafalshme. Ardiani u ngrit, la para në tavolinë për të paguar kafen që as nuk e kishte prekur dhe u largua. Nuk shikoi prapa. Nuk kishte më asgjë për të thënë. Ai kapitull ishte mbyllur. Dhe ishte koha për të vazhduar përpara. Në muajt në vijim, jeta e Ardianit ndryshoi plotësisht. Ai e shiti shtëpinë e madhe ku kishte jetuar me Valbonën, atë shtëpi që kishte qenë skena e kaq shumë gënjeshtrave, dhe bleu një tjetër më të vogël, më komode, në një lagje të qetë të Fierit. Nëna kishte një dhomë në katin e poshtëm, afër kuzhinës, me një dritare që shikonte nga kopshti ku ajo mund të shihte pemët dhe të dëgjonte zogjë. Drita jetonte në një aneks në fund të oborrit, por kalonte pjesën më të madhe të kohës brenda shtëpisë, duke ndihmuar me Besianin, duke biseduar me zonjën Elena, duke gatuar. Të tre formonin një familje të çuditshme, të improvizuar, por të vërtetë. Një familje që nuk ishte planifikuar, por që ishte ndërtuar mbi dashurinë, mirënjohjen dhe faljen. Ardiani i reduktoi në mënyrë drastike udhëtimet e punës. Delegoi më shumë përgjegjësi te menaxherët, punësoi një ekip më të madh, filloi të ishte më i pranishëm. Çdo ditë në mëngjes, para se të dilte për në zyrë, pinte kafe me nënën. Bisedonin për gjëra të thjeshta. Për lulet që ajo po kultivonte në kopsht, për motin, për planet për fundjavën, për Besianin dhe gjërat qesharake që ai kishte thënë një ditë më parë. Dhe Ardiani kuptonte çdo ditë se sa shumë kishte humbur në ato vite kur ishte i fiksuar pas ndërtimit të një perandorie. Kishte humbur biseda, të qeshura, momente. Kishte humbur nënën. Por tani po e rifitonte. Ngadalë, ditë pas dite, duke ndërtuar një marrëdhënie të re, më të vërtet, më të afërt. Elena, e cila ishte kthyer nga fshati e Brisht, tepër e dobët, me shëndet të lëkundur dhe shpirt pothuajse të shkatëruar, por i linte. Filloi sërish të buzëqeshte, atë buzëqeshjen e butë që ja ndriçonte fytyrën. Filloi sërish të bënte shëtitjet e saj në mëngjes, duke thithur ajrin e pastër, duke përshëndetur fqinjët. Filloi sërish të gatuante pjatat që Ardiani i adhuronte kur ishte fëmijë, atë pulën me bamje, atë revanin kremoze me miell misri, atë përsheshin special që vetëm ajo dinte ta bënte. Filloi sërish të kujdesej për lulet me dashuri, duke i ujtur një nga një, duke biseduar me to sikur të ishin mikesha të vjetra. Filloi sërish të këndonte ndërsa rregullonte shtëpinë, ato këngët e vjetra që këndonte kur Ardiani ishte i vogël. Dhe filloi sërish t'i tregonte histori Besianit para gjumit, histori nga koha kur ajo ishte fëmijë, kur Ardiani ishte bebe, histori të shpikura plot me princa e princesha dhe funde të lumtura. Dhe djali, i cili tani ishte vetëm 2 vjeç e gjysmë, po rritej i rrethuar nga dashuria. E thëriste Elenën nona me atë shqiptimin e paqartë të fëmijëve, e thëriste dritën teto dhe e thëriste Ardianin babi. Dhe për Ardianin, kjo ishte gjithçka që kishte rëndësi. Nuk kishte rëndësi adnia. Nuk kishte rëndësi biologjia. Kishte rëndësi dashuria. Kishte rëndësi prania. Kishte rëndësi të ishte aty çdo ditë, duke ndërtuar kujtime, duke krijuar lidhje, duke qenë familje. Divorci u finalizua 6 muaj pasi gjithçka doli në dritë. Valbona nuk e kundërshtoi kujdestarinë. E dinte se nuk kishte si të fitonte, jo pas gjithçkaje që kishte bërë, jo pasi kishte droguar vjerën e saj dhe e kishte lënë të shuhej në një shtëpi të izoluar. Ardiani e lejoi ta vizitonte Besianin një herë në muaj, por gjithmonë me mbikëqyrje. Drita ose Elena qëndronin afër, kur nuk e linin djalin plotësisht vetëm me të. Dhe në ato pak herë që Valbona shfaqej, sillte dhurata të shtrenjta, të bukura, por që Besiani mezi i shikonte. Djali nuk kishte lidhje me të. Për të, ajo grua ishte pothuajse një e huaj që shfaqej her pas here. Nëna e vërtet, në zemrën e tij, ishte gjyshja që bënte revani, që tregonte histori, që e merrte në prerë kur ai qante. Elena qëndronte larg gjatë këtyre vizitave, duke vëzhguar. Jo nga dyshimi, megjithse dyshim kishte dhe me të drejtë, por për mbrojtje.
Sepse tani, ajo ishte aty për të mbrojtur nipin. Për të garantuar që asgjë e keqe të mos i ndodhte atij djali, që ai të rritej i sigurt, i dashur, pa traumat që ajo vetë kishte përjetuar. Valbona u përpoq t'i afrojë Elenës një herë, disa muaj pas divorcit. Ishte në një nga këto vizita, kur po e linte Besianin përsëri. Ajo ndaloi në derë, shikoi Elenën që ishte në sallon duke palosur rroba, dhe tha me zë të dridhur: "Zonja Elena, më vjen shumë keq për atë që bëra. Isha e friksuar, isha e dëshpëruar dhe gabova. Gabova shumë." Elena ndaloi atë që po bënte, i vendosi rrobat në tavolinë dhe e shikoi për një kohë të gjatë. Jo me inat, jo me urrëtie, megjithse kishte arsye të mjaftueshme për t'i ndjerë të dyja. Por me një trishtim të thellë, një zhgënjim që shkonte përtej fjalëve. "Ti u përpoqe të më fshije, Valbona," tha Elena, zëri i saj i qetë por i vendosur. "U përpoqe të më hiqje nga jeta e djalit tim, e nipit tim. Më drogoje, më mbyllje, më le vetëm duke menduar se do të vdisja. Dhe gati ja dole. Kështu që mos eja të kërkosh falje tani, sikur të ishte diçka e thjeshtë. Falja është diçka që fitohet me vepra, jo që kërkohet me fjalë të bukura." Valbona uli kokën, lotët i rridhnin në përfytyrë. Ajo u përpoq të fliste, por zëri i doli i mbytur. Elena vazhdoi, sytë të ngulitur tek ajo. "Unë nuk do të ndaloj të shohësh Besianin. Sepse ai ka nevojë për nënën, edhe pse ti nuk je nëna që ai meriton. Por mos prit që unë të harroj. Sepse nuk do ta bëj. Nuk do ta harroj frikën që ndjeva. Nuk do t'i harroj netët që kalova duke menduar se do të vdisja vetëm. Nuk do të harroj se ti zgjodhe të më shkatëroje për të mbrojtur gënjeshtrat e tua." Valbona pohoi me kokë, fshiu lotët me kurrizin e dorës dhe u largua pa thënë asnjë fjalë tjetër. Dhe që nga ajo ditë, ajo kurrë më nuk u përpoq të bisedonte me Elenën. Vetëm vinte, merrte djalin për disa orë dhe e kthente. Ishte maksimumi që Elena lejonte. Dhe ishte maksimumi që Valbona meritonte. Me kalimin e kohës, plaga filloi të shërohej. Jo plotësisht, sepse disa plagë nuk mbyllen kurrë vërtet, lënë shenja që i mbajnë përgjithmonë. Por mjaftueshëm që jeta të merrte sërish ngjyrë, shije, qëllim. Ardiani u bë sërish djali që Elena kishte rritur, ai djali i vëmendshëm që shqetësohej për të. I pranishëm, i kujdesshëm, i dashur. Dhe Elena u bë sërish nëna që ai kishte pasur gjithmonë, por që kishte harruar ta vlerësonte vitet e fundit. Të dy bisedonin më shumë, qeshnin më shumë, përqafoheshin më shumë. Dhe Besiani rritej duke parë këtë, duke mësuar se familja nuk është perfekte, por është e vërtetë. Se njerëzit gabojnë, por mund të pendohen. Se dashuria e vërteta i mbijeton gjithçkaje. Drita, e cila kishte qenë vetëm një punonjëse vite më parë, u bë shoqja më e mirë e Elenës. Të dyja kalonin orë të tëra duke biseduar në kuzhinë, duke pirë kafe, duke kujtuar histori të vjetra, duke ndarë ëndra dhe frikëra. Drita tregonte për jetën në Dibër, për fëmijët që tani ishin rritur dhe të pavarur. Dhe Elena dëgjonte, këshillonte, inkurajonte. Dhe së bashku, ato formonin një rrjet mbështetjeje që e mbante atë familje. Sepse familja, ato e mësuan në praktik, nuk është vetëm gjakë. Është zgjedhje. Është prani. Është kujdes. Është besnikëri. Një pasdite të diel me diell, pothuajse një vit pas gjithçkaje që kishte ndodhur, Ardiani dhe Elena ishin ulur në verandë, duke parë Besianin të luante në kopsht. Djali vraponte pas një topi, duke qeshur me zë të lartë, flokët të shpupuritur, fytyra e bërë me balë. Dhe Ardiani e shikoi nënën dhe i tha: "Nën, faleminderit për gjithçka. Që më ke rritur vetëm, që ke luftuar për mua, që më ke falur." Elena buzëqeshi, atë buzëqeshjen e butë që vetëm ajo e kishte. "Bir, unë jam nëna. Këtë bëjnë nënat." Ardiani i mori dorën, i ashtrëngoi me dashuri. "E di. Por unë gati të humba. Dhe po të mos ishte drita, do të kisha humbur." Elena u kthye nga ai, syt plot emocion. "Por ti nuk më humbe, Ardian. Unë jam këtu. Dhe do të jem këtu sa herë të kesh nevojë. Sepse këtë bëjnë nënat. Ne nuk dorëzohemi kurrë." Ata qëndruan aty në heshtje, duke parë nipin të luante, duke dëgjuar zogjt, duke ndjerë fllatin e pasdites. Dhe në atë moment, Ardiani kuptoi.
Kuptoi se suksesi që kishte kërkuar gjithë jetën nuk ishte te pronat, te kontratat, te paratë. Ishte aty, në atë verandë, me nënën pranë, djalin duke luajtur në kopsht, shtëpinë plot jetë. Ky ishte suksesi i vërtetë. Historia e Elenës, Ardianit dhe Valbonës nuk përfundoi me një fund të lumtur në kuptimin tradicional të përrallave. Përfundoi me rindërtim. Me falje aty ku ishte e mundur, me distancë aty ku ishte e nevojshme, me dashuri aty ku duhej të kishte qenë gjithmonë që në fillim. Valbona vazhdoi të jetonte jetën e saj në një qytet tjetër ku ishte transferuar, duke u përpjekur të rifillonte larg gjykimit të gjithëve që e dinin se çfarë kishte bërë. Ardiani vazhdoi të menaxhonte bizneset, por tani me prioritete krejtësisht të ndryshme, me familjen gjithmonë në vend të parë. Dhe Elena vazhdoi të ishte matriarkja, baza e fortë, qendra e gjithçkaje. Sepse nënat, edhe kur harrohen, edhe kur lëndohen, edhe kur gati shkatërrohen, vazhdojnë të duan. Vazhdojnë të presin. Vazhdojnë të besojnë. Dhe Besiani? Besiani u arrit duke ditur se familja është e komplikuar, por dashuria është e thjeshtë. U arrit duke ditur se ndonjëherë njerëzit gabojnë rënd, por falja është e mundur kur ka pendim të vërtetë. U arrit duke ditur se gruaja që e solli në jetë nuk ishte perfekte, por babai që e donte ishte baba i vërtetë, pavarësisht gjenetikës. Dhe u arrit duke ditur se gjyshja që gati e humbi para se të mund të njihte siç duhet ishte personi më i fortë që do të njihte në jetën e tij. Sepse ajo i kishte mbijetuar të pamundurës. Kishte luftuar kur nuk kishte më forca. Ishte kthyer kur të gjithë mendonin se nuk do të kthehej më. Dhe kur heshtja më në fund pushoi së bërtituri, ajo që mbeti ishte tingulli i jetës. Tingulli i të qeshurave në kopsht, i bisedave në kuzhinë, i historive para gjumit, i përqafimeve të forta, i të duave të thëna pa frikë. Tingulli i një familjeje që ishte coptuar, që ishte gati shkatëruar, por që kishte zgjedhur të rindërtohej. Jo në të njëjtën mënyrë si më parë, sepse kjo do të ishte e pamundur. Por në një mënyrë më të mirë. Më të ndershme, më të vërtetë, më të fortë. E farkëtuar në zjarrin e dhimbjes dhe të tejkalimit. Sepse në fund, ajo që ka rëndësi nuk është se sa shumë të rrezon jeta me goditjet e saj të papritura. Është se sa shumë ngrihesh, shkund pluhurin dhe vazhdon. Dhe Elena, me gjithë forcën e saj të heshtur që i mahniste të gjithë ata që e njihnin, ishte ngritur. Dhe kishte ngritur gjithë familjen me vete, si një pemë e fortë që mbron me hijen e saj. Sepse këtë bëjnë nënat. Ato nuk dorëzohen kurrë. Edhe kur e gjithë bota heq dorë prej tyre, edhe kur harrohen, tradhtohen, lëndohen, ato vazhdojnë. Duke luftuar, duke dashur, duke pritur, duke besuar. Dhe në fund, gjithmonë, ato fitojnë. Sepse dashuria e nënës është forca më e fuqishme që ekziston në këtë botë. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Elenës, Ardianit dhe gjithë kësaj familjeje t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar, lini një pëlqim, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju bëri më shumë përshtypje. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor. Ju presim në episodin e ardhshëm.